Federata Polake e Futbollit ka njoftuar FSHF-n për një sër informacionesh të rëndësishme për tifozët shqiptar që do të udhëtojnë drejt Varshavës për të ndjekur ndeshjen ndaj Polonisë që do të zhvillohet më 26 mars në orën 20:45 në stadiumin PGE Narodovi. Për një organizim sa më të mirë të udhëtimit dhe hyrjes në stadium, tifozët këshillohen të ndjekin udhëzimet e mëposhtme. Policia polake ka lëshuar lejen për përdorimin e pikës së grumbullimit të tifozëve shqiptar te monumenti i Sirenës pranë lumit Vistula në Varshavë dhe do të marrë masa për garantimin e sigurisë së tyre në Fan Meeting Point. Dyert e stadiumit hapen në orën 18:45, ndeshja nis në orën 20:45. Tifozët këshillohen të mbërrinë sa më herët për të shmangur radhët dhe për të mos humbur fillimin e ndeshjes. Mos sillni me vete bagazhe apo çanta të mëdha që nuk janë të nevojshme. Hyrja e dedikuar për tifozët e Shqipërisë është Gate 10 në anën verilindore të stadiumit, rruga Sivca. Pas kontrollit të parë të sigurisë, tifozët duhet të ndjekin hyrjen L sipas biletës. Personat me aftësi të kufizuara këshillohen të përdorin Gate 1. Stadiumi ndodhet rreth 3.2 kilometra nga qendra e qytetit dhe rekomandohet përdorimi i transportit publik. Mund të shkoni me metro, tramvaj, autobus ose tren urban. Distanca në këmbë nga qendra është rreth 35 minuta. Parkimi për tifozët shqiptar. Tifozët që udhëtojnë me makinë ose autobus kanë një zonë parkimi të dedikuar pranë stadiumit. Parkimi ndodhet në rrugën Sokola me hyrje nga rrugët Virbezhe, Sjebenicke dhe Zamozhice. Çdo automjet duhet të vendosë në xham një fletë A4 me shkronjën A. Bileta e ndeshjes shërben dhe si bilet transporti publik falas në Varshavë. Transporti falas është i vlefshëm nga ora 6 të mëngjesit deri në orën 1 pas mesnate. Për te këtij orari duhet të blihen bileta normale. Çdo tifoz duhet të ketë bilet të vlefshëm pavarësisht moshës. Autoritetet mund të kërkojnë dokument identifikimi. Bileta duhet të ruhet deri në fund të ndeshjes. Nëse largoheni nga stadiumi nuk lejohet rikthimi. Telefoni duhet të jetë i karikuar pasi hyrja bëhet vetëm me biletën në telefon. Tifozët dhe sendet personale mund të kontrollohen nga policia dhe stafi i sigurisë. Duhet të ndiqni gjithmonë udhëzimet e stafit të stadiumit. Uluni në vendin që tregohet në bilet dhe përdorni hyrjen e përcaktuar. Ndalohet hyrja me fishek zjarre, flakadan, tymuese apo çdo mjet piroteknik. Ndalohet hyrja me shishe, kanaçe ose objekte qelçi. Ndalohet hyrja me alkol apo substanca narkotike. Ndalohet hyrja me materiale raciste, politike ose propagandistike. Ndalohet hyrja me shtylla flamush të forta ose më të gjata se 1 metër. Ndalohet hyrja me spraj, substanca të ndezshme ose korrozive. Ndalohet hyrja me kamer profesionale me lente të mëdha. Ndalohet hyrja me çanta të mëdha, valixhe apo objekte më të mëdha se 25 cm me 25 cm me 25 cm. Ndalohet hyrja me megafon, vuvuzela, pajisje zhurmuese. Ndalohet hyrja me lazer, topa ose dron. Në stadium do të ketë pika ku mund të blihen ushqime si hot dog, sallamra, kokoshka dhe pije jo alkolike. Pagesat mund të bëhen me karta Visa ose Mastercard. Për arsye sigurie, tifozët e skuadrës mike duhet të konsumojnë pijet në zonat e korridoreve dhe jo në tribuna. Pas përfundimit të ndeshjes, tifozët shqiptar mund të kërkohen të qëndrojnë në tribunë rreth 10 apo 20 minuta pas përfundimit të ndeshjes. Njoftimi do të bëhet nga spikeri i stadiumit. Si në çdo qytet të madh, tifozët duhet të jenë të kujdesshëm me sendet personale për të shmangur vjedhjet.